E dini, kjo është situata të cilës çdo menaxher i druhet. Një ankesë serioze, plot emocione, ku karriera e dy njerëzve vjet në pikpyetje. Ky është Operacioni Verdha, një rast studimor real nga bota e burimeve njerëzore, i cili na tregon saktësisht se si një proces i strukturuar mund të sjellë dritë në mes të kaosit. Le të hyjmë thellë dhe të shohim se si u zbardh gjithçka, hap pas hapi. E gjitha nisi pikërisht me këto fjalë, më ka bërë jetën ferr. Duhet ta kuptojmë ky nuk është thjesht një feedback negativ. Kjo është një thirrje dëshpëruese për ndihmë nga Driola Kola, një koordinator tek Alba Logistics. Dhe pikërisht kjo ankesë vuri në lëvizje një mekanizëm të tërë hetimor që do të vinte në provë jo vetëm politikat e kompanisë, por edhe të ardhmen e dy punonjësve. Mirë, po si menaxhohet një situatë kaq e tensionuar dhe delikate? Ne do të ndjekim saktësisht hapat e hetueses kryesore, Elona Vrionit. Kjo është harta e saj. Nisemi me ankesën zyrtare, pastaj ndërtojmë një plan strategjik, dëgjojmë dëshmitarët, përballim faktet me percepcionit dhe në fund arrim tek diagnoza dhe zgjidhja. Atëherë le të fillojmë? Okej, hapi i parë, ankesa formale. Çdo hetim i mirëfillt fillon me fakte të qarta. Pra, kush është kush në këtë histori dhe cili është konteksti? Ja ku i kemi faktet bazë. Jemi në kompaninë Alba Logistics. Më 12 janar 2024, Driola Kola dorëzon një ankesë kundër menaxherit të saj, Endri Lika. Rasti kalon drejtoreshës së burimeve njerëzore Elona Vrionit, e cila e pagëzon hetimin me emrin e koduar Operacioni Verdha. Hapi tjetër, plani strategjik. Dhe kjo është thelbësore, sepse kur emocionet janë në kulm, hetuesi duhet të jetë kirurgjikalisht i ftohtë dhe metodik. Në një situatë kaq të ndjeshme, një plan i qartë është i vetmi garant për objektivitet. Këtu hetimi bëhet vërtet inteligjent. Hetuesja nuk thot thjesht, "Okej, le të hetojmë ankesën." Ajo e zbërthen atë në 5 pyetje shumë specifike. A ka pasur abuzim verbal, a ka pasur turpërim publik, apo abuzohet me pushtetin, a e konfirmojnë edhe të tjerët këtë version, dhe a ka ndonjë faktor tjetër, si për shembull performanca, që duhet marrë parasysh? Kjo qasje e kthen një akuzë të gjerë dhe emocionale në pika konkrete të verifikueshme. Dhe tani një detaj taktikisht genial, rradha e intervistave nuk është as pak e rastësishme. Duke folur fillimisht me dëshmitarët, hetuesja krijon një tablo të paanshme të situatës. Pastaj flet me ankuesen, Driolën, por të thelluar detajet. Dhe vetëm në fund, kur ka mbledhur të gjitha faktet dhe këndvështrimet, përballet me të akuzuarin Endrin. Pse? Sepse kjo e detyron bisedën të bazohet në prova, jo në mohime thjeshta. Tani hym në fazën ndoshta më kritike, dëgjimi i dëshmitarëve. Për të dalë nga situata klasike, fjala e tij kundër fjalës së saj, hetuesja përdor atë që quhet triangulim. Imagjinoni sikur po ndërtoni një hartë. Për të gjetur një pikë të saktë, ju duhen disa pika të tjera referimi. E po, këtu dëshmitarët janë pikërisht ato pika referimi që ndihmojnë për të zbuluar të vërtetën. Dëshmia e parë, nga kolegja Blerta. Ajo konfirmon që Endri është i rrept, por menjëherë shton një element të ri. Driola ka bërë gabime dhe i merr kritikat shumë personalisht. Papritur, historia fillon të marrë ngjyrime të tjera. Nuk është më thjesht bardhë e zi. Vazhdojmë me Gjentianin, një koleg më me përvojë. Ai jo vetëm që e përforcon idenë se stili i Endrit është i fokusuar tek puna, por bën diçka edhe më të rëndësishme. Ai jep të dhëna, 7-8 gabime në 3 muaj. Tani nuk kemi më vetëm opinione, kemi edhe fakte. Kjo dëshmi është ndoshta vendimtare. Ilda është larguar nga ekipi i Endrit. Dhe pse? Për shkak të presionit. Por vini re me kujdes fjalët e saj. I ashpër, por jo abuziv. Pikërisht ky dallim midis një mjedisi pune kërkues dhe një mjedisi toksik është thelbi i gjithë këtij hetimi. Edhe dëshmia e fundit nga një menaxher tjetër, Klevisi. Ai e përshtruan stilin e Endrit si old school dhe konfirmon se punojës të caktuar mund ta kenë të vështirë të përshtaten. Ai gjithashtu tregon se Driola ishte ankuar tek ai më parë, gjë që na tregon se ky shqetësim nuk lindi brenda ditës. Mirë, pasi dëgjuam të gjitha palët, shikoni si ndryshon pyetja thelbësore e hetimit. Nuk bëhet më fjalë thjesht a bërtiti Endri apo jo. Pyetja vërtet tani është kjo: kemi të bëjmë me një menaxher abuziv apo me një përplasje të thellë stilesh dhe personalitetesh? Ky është momenti kyç, pika e kthesës e gjithë hetimit. Dhe tani, momenti i përballjes. Le t'i vendosim 2 versionet e historisë përballë njëri tjetrit. Si ka mundësi që 2 njerëz e përjetojnë të njëjtën ngjarje në mënyra kaq rrënjësisht të ndryshme?
Këtu qëndron thelbi i gjithë konfliktit. Nga njëra anë, Driola sheh një kërcënim, një fyerje. Nga ana tjetër, Endri thotë se thjesht po jep të feedback profesional. Të dy pranojnë se fjalët u thanë, por interpretimi i qëllimit është krejtësisht i kundërt. Kjo është ajo përplasja klasike, e dini, midis qëllimit dhe ndikimit dhe shkaku i shumicës konflikteve në çdo vend pune. Në rregull, provat janë mbledhur, këndvështrimet janë dëgjuar, tani hetuesja duhet kalojë nga mbledhja e fakteve tek zgjidhja. Duhet të bëhet si një mjek. Cila është diagnoza dhe cili është plani kurimit? Pas gjithë zhurmës dhe emocioneve, le të shohim faktet e thata. Bardhëzi. Po, Endri është kërkues. Po, Driola ka bërë gabime. Po, zëri është ngritur ndonjëherë. Por, dhe ky është detaji që ndryshon gjithçka, asnjëherë nuk u përdor gjuhë fyese apo diskriminuese. Mungesa kësaj gjuhe është faktori vendimtar që e largon në rastin nga përkufizimi teknik i ngacmimit. Dhe ja ku e kemi diagnozën finale, zyrtare. Vini re, nuk është një verdikt i thjesht fajtor apo i pafajshëm. Diagnoza është shumë e sofistikuar. Kemi të bëjmë me një mospërputhje menaxheriale dhe një stil komunikimi të papërshtatshëm. Me fjalë të tjera, stili i tij ndonse jo abuziv, ishte jo produktiv dhe i dëmshëm për të marrë një pune. Ky dallim është thelbësor. Dhe një diagnozë mirë kërkon një plan veprimi të plot. Shikoni sa inteligjente është kjo zgjidhje. Nuk fokusohet vetëm tek njeri. Për menaxherin, Endrin, ka masa disiplinore, por edhe shumë mbështetje përmes trajnimeve. Për punonjësin Driolën ka një plan për të përmirësuar performancën, por edhe alternativa. Dhe më e rëndësishmja ka masa edhe për vetë organizatën, sepse zgjidhja e vërtet nuk është të ndëshkosh individët, por të rregullosh sistemin. Pra, gjithë ky proces duket bukur në letër, por a funksionoi në të vërtet? A pati rezultat? Le të shohim shifrat. Rezultati i parë 8%. Kjo është shifra e re e largjimeve nga ekipi Endrit. Përpara hetimit ishte 25%. Imagjinoni pak, një rënje kaq dramatike. Çfarë do të thotë kjo? Që njerëzit nuk po iknin më. Ambienti ishte përmirësuar ndjeshëm. Rezultati i dytë plus 30%. Ka që rrit produktiviteti i departamentit. Dhe kjo provon diçka që shumë lidera e harrojnë. Një kulturë pune e shëndetshme nuk është thjesht diçka e bukur për tu pasur. Është strategji biznesi e pastër. Kur njerëzit ndihen të sigurt dhe të mbështetur, ata performojnë në nivele shumë të larta. Por prisni, sepse ka dhe diçka tjetër. Ndoshta rezultati më i pabesueshëm nga të gjithë. Endri Lika. Po, menaxheri në qendër të ankesës, pasi përfundoi gjithë procesin e trajnimit dhe coachingut, jo vetëm që u përmirësua, por u shpall menaxheri i vitit. Kjo tregon se qëllimi i një hetimi të mirë nuk duhet të jetë kurrë ndëshkimi, por riabilitimi dhe rritja. Dhe kështu, rasti i operacionit Verdha na lë të gjithëve me një pyetje thelbësore, një pyetje për çdo lider apo menaxher. Ku është vija e hollë që ndan shtytjen e një ekipi drejt përsosmërisë nga krijimi i një kulture të bazuar te frika? Të gjesh këtë ekuilibër, kjo është ndoshta sfida më e madhe e leadershipit modern.